Policia e shtetit prezantoi masat për garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë sezonit turistik 2026. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, deklaroi se menaxhimi i sezonit veror mbetet një prioritet absolut. Hita bëri të ditur se këtë sezon do të ketë masa të shtuara sigurie në zona turistike, me patrullime në këmbë, me bicikleta, në det dhe monitorime nga ajri me dron. Ai paralajmëroi kontrolle të pandërprera ndaj mjeteve lundruese dhe operatorëve ekonomik që ushtrojnë aktivitetin në Bregdet. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë sezon njësia policore detare do të mbështetet në mënyrë të integruar edhe nga ajri në monitorim përmes dronëve. Nuk do të tolerohet asnjë shkelje me mjete lundruese që rrezikon jetën e pushuesve. Kontrollet ndaj motorëve të ujit, skafeve dhe anijeve turistike do të jenë të rrepta dhe të pandërprera. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë sezon, njësia policore detare do mbështetet në mënyrë të integruar edhe nga ajri, me monitorimin përmes dronëve për të garantuar një kontroll më gjithëpërfshirës të territorit. Theksoj me vendosmëri se nuk do të tolerohet asnjë lloj shkelje me mjetet lundruese që rrezikojnë jetën e pushuesve. Kontrolli ndaj mjeteve lundruese, ndaj motorëve të ujit, skafeve dhe anijeve turistike do të jenë të pandërprera dhe të rrepta. Drejtori i policisë u bën thirrje qytetarëve dhe turistëve të bashkëpunojnë me strukturat e rendit, duke raportuar çdo paligjshmëri apo rast që kërkon ndërhyrjen e policisë. Ai kërkoi gjithashtu përgjegjësi maksimale nga drejtuesit e mjeteve lundruese, si dhe angazhim të plot nga efektivët në terren.